si vjet do të jemi pjesë e ushtrimit fushor Defender Europe 25, përveç që do të jemi vend pres, edhe pjesëmarrës, sepse edhe në 2021 në 23 kemi qenë edhe vend pres, edhe pjesëmarrës. Në Defender Europe 25, veçantia është që në Kosovë është planifikuar të vendoset një ndër komandat më të larta ushtarake amerikane, prej ku do të drejtoj një pjesë të madhe të ushtrimeve që do të ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Gjithë Ballkanin Perëndimor. Do të jetë pikërisht të vendosur në pjesën perëndimore të vendit tonë, do të bëhen të njohura në muajt nënvem edhe informacionet më të detajuara për këtë pjesëmarrje. Mirë po për neve, vlerësoj që është arritje jashtëzakonisht e madhe, besimi që ushtria e Shtetet Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë ka për të vendosur komandë të saj prej ku drejton ushtrimet në Ballkanin Perëndimor të paktën. Dhe pra jemi vend pres prap, do të jemi vend pjesëmarrës me trupa ushtarake dhe do të jemi vend pres i një komande të lartë ushtarake amerikane. A ka nisur përgatitjet që tani për këtë stërvitje? Po, në fakt, gjatë vitit kaluar kam filluar përgatitjet, kemi qenë pjesë e konferencave planifikuese, janë duke u bërë investime të vazhdueshme në poligonet tona trajnuese në zonën e trajnimit në Bobajt Boks, ku planifikohet të zhvillohet ky ushtrim. So për opinionin, në Bobajt Boks, Forca e Sigurisë Kosovës tani ka në dispozicion një zonë trajnime prej 45 km2 apo 4500 hektarësh, pra është një zonë relativisht e madhe trajnimet, ku janë bërë dhe po vazhdojnë bënë investime edhe nga qeveria e Kosovës, por edhe mbështetje nga partnerët tonë. Gjatë muajit janar kemi inauguruar një poligon për qitje me armë të lehta, që është ndër poligonet më moderne minimalisht në Evropën juglindore. Poligonet më moderne në Evropën juglindore. Dhe që ka ardhur si mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Republikën e Kosovës. Pra, investimi është nga SBA-t, është sipas standardeve të NATO-s, kanë qenë ekspertë e SBA-ve që kanë dizajnuar këtë poligon, dhe normalisht janë bërë investime të mbrëmshme, është për të theksuar edhe angazhimi i komandantit të FSK-s, General Jasharit, dhe stafit të FSK-s, që të hjek atë barën e aspektit financiar shpesh me punë që i kanë kryer me batalionin e Gjenjes. Janë 10 kilometra rrugë që janë shtruar në poligonin Bobajt Bokës, pikërisht nga njësit tona, njësit gjenjere të Forcës së Sigurisë Kosovës,